Këtë pamje mbeten dëshmia e aksidentit që i mori jetën një 34 vjeçari që po udhëtonte me motor në autostradën Fier-Lushnje. I riu po udhëtonte drejt Lushnjës kur pranë fshatit Vajkan në rrethana që ende nuk janë të qarta, dyshohet se ka humbur kontrollin e motorit që drejtonte. Mjeti përfundoi jashtë rruge dhe 34 vjeçari u përplas në asfalt. Goditja ka qenë e fortë dhe i ka shkaktuar dëmtime të rënda të cilat i kushtuan jetën, pavarësisht përpjekjeve të mjekëve të urgjencës që i shkuan në ndihmë. Ekspertët e policisë rrugore kryen veprimet hetimore në vendngjarje për të zbuluar shkakun e aksidentit që përgjaku rrugën këtë të premte. Ndërkohë 3 persona, mes tyre një grua, mbetën të plagosur si pasojë një aksidenti të trefisht në autostradën Lezhë-Milot. Fatmirësisht të gjithë të dëmtuarit raportohet se janë jashtë rrezikut për jetën, pasi morën ndihmën mjekësore në spitalin e Lezhës. Shkaku i përplasjes dyshohet të ketë qenë shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor, ndërsa ekspertët pritet të përcaktojnë përgjegjësinë e drejtuesve të mjeteve.